A e dini se Volkswageni shet ma shumë salqiqe çdo vit se sa makina? Kush do ta mendonte? Në vitin 1973, Volkswagen krijoi salsiqen Volkswagen Currywurst për ta shërbyer në menzat e fabrikës. Dhe sikur kjo të mos mjaftonte, ata filluan edhe me prodhimin e keqapit të tyre, Volkswagen Spiced, normal për me shoqëru me salsiqen. Që nga krijimi i tij, sallami Volkswagen Currywurst është shndruar në një ikonë. Mbi 8 milion sallame konsumohen çdo vit në fabrikën e tyre në Wolfsburg, në Gjermani. E njëjta fabrikë ku prodhohen Golfat edhe Tiguanat. Salqiqet më pas shiten në menzat e fabrikave të tyre nëpër Evropë dhe në supermarketet të ndryshme evropiane. E nëse ju bjen ndonjëherë me ble Ker 00 në njërin nga fabrikat e Volkswagenit, brenda makinës do e gjeni një paqet me salsiqe, pra, në formë urimi për veturën e re. Para mendo, ham Ker, ham mish. Kush do ta mendonte? E me që tash ka edhe njerëz që nuk e konsumojnë mishin, Volkswageni krijoi dhe filloi me shërby një sallam vegetarian dhe në 2010, pra së fundmi, e ka prezantu edhe sallamin vegan, Volkswagen Currywurst. Shumë interesant. Po, një pyetje kam për ju. Nëse Kosova do të prodhonte makina, çfarë ushqimi mendoni se mund të gjindej brenda veturës?